Pas dënimeve për vjedhje me tenderin e uniformave, qeveria hap një skem të re koncesionare ku fitimin e marrin një grup investitorësh turq të lidhur me kontratat e kaluara korruptive. Vazhdojnë aferat korruptive me tenderet për uniformat e policisë së shtetit, megjithse 3 vite më parë për një tender të ngjashëm u dënuan në mënyrë penale 9 zyrtarë të agjencisë së blerjeve të përqendruara dhe të policisë së shtetit. Ata u shpallën fajtor për shpërdorim fondesh publike në vlerën e 11 milionë eurove përmes dyfishimit fiktiv të çmimeve. Më 14 prill 2025, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, në varësi prej një viti e ministrit Blendi Gonxha, shpalli një tender me fond limit 33.3 milionë euro me TVSH për blerjen e uniformave, gradave, stemave, shenjave dhe këpucëve për policinë e shtetit. Ky tender ishte ndarë në 2 lote. Loti 1 24 milionë euro për uniforma, grada, stema dhe shenja, loti 2 9.3 milionë euro për këpucë. Sipas buletinit të prokurimeve publike të datës 22 prill 2025, procedura ishte planifikuar të zhvillohej më 19 maj, por u shtyp për më 29 maj me pretendimin se nuk u paraqitën oferta që përmbushnin kriteret ligjore. Megjithatë, vetëm loti për uniformat u anullua, fillimisht për të shtyrë dhe më pas sërish për të anulluar me justifikimin rrethana të para dhe objektivet lidhura me aftësinë paguese të policisë së shtetit. Ky justifikim është cilësuar nga burimet brendshme si mashtrues, pasi nëse realisht mungonin fondet, tenderi nuk do të ishte shpallur në radhë të parë. Mëtej është e rëndësishme të theksohet se loti për këpucët nuk u anullua, çka tregon se fondet ekzistojnë. Drejtori i përgjithshëm i policisë Ilir Proda, me urdhër të drejt për drejt të Bablokut, ka pranuar dhe firmosur anullimin e tenderit për uniformat. Arsyeja e vërtetë është tashmë e qartë. Qeveria nëpërmjet Ministrisë Mbrojtjes të drejtuar nga Piro Vëngu po krijon një kompani koncesionare brenda ndërmarrjes shtetërore Kajo SHA, që do të merret me prodhimin dhe tregtimin e uniformave për ushtrin, policinë, burgjet dhe strukturat e tjera të sigurisë. Me vendimin numër 291 datë 28 maj 2025 të Këshillit të Ministrave, është miratuar krijimi i një partneriteti publik-privat ku 60% e aksioneve jepen një pale private, ndërsa 40% mbeten në zotrim të Ministrisë së Mbrojtjes. Sipas burimeve të pamfletit brenda Ministrisë së Financave, marrëveshja me partnerin privat është përmbyllur që në janar 2025. Pala private përfaqësohet nga një grup investitorësh turq të njohur për përfshirje në kontratat e mëparshme të dyshimta për uniformat e policisë së shtetit, gardës dhe burgjeve. Sipas dokumenteve zyrtare, për 15 vitet e ardhshme, të gjitha përfitimet e kompanisë do të shkojnë për këtë grup privat, që zotron shumicën e aksioneve, nuk do të paguajnë tatime apo taksa, ndërsa shteti nuk do të përfitojë asnjë qindark pavarësisht se zotron 40% e aksioneve. Në përputhje me këtë plan, në të njëjtën periudhë me anullimin e tenderit për uniformat e policisë janë anulluar edhe 2 tender të tjerë me vlerë 15 milionë euro për uniformat e punojësve të burgjeve dhe gardës Republikës, me qëllim që këto prodhime të kalojnë nën monopolin e kompanisë së re koncesionare në pronësi të miqve turq të Bablokut.